Nëse ligjëratën e kuptojmë vetëm na kënaqi hoxha, rrezil na bani, shkum te shtëpia mira puna, nuk është ashtu. Nëse ligjëratën e xhumas e kuptojmë vetëm ashtu, nuk është ashtu. Nëse namazin e natës e kuptojmë vetëm se e falem se traditë është, u ka bë trend me shku në xhami, e me i bë foto, edhe me i qit në Facebook, edhe mirë është puna, me la komentu dikush. Nuk ka poenta kjo, subhanallahu. Poenta është më shoqëru me Allahun. Ti je duke punuar, ama mend ti kita Allahu. A ka mundësia? Po valla ka mundësi. Ti je duke lexuar Kur'an, ama mendin e kita Allahu. Hoxha mban ders, ama mendin e ka te Allahu xhel xelaluhu. Kur të shoqërohemi me Allahun, shikoni. Atë që më mendu mirë, kjo dora jeme, a mos është të bën ndonjë vepër që vjen ndesh me Allahun. Tutet. Besimtari që shoqërohet me Allahun, tutet me fol diçka, subhanallahu, i dridh zemra, thot. Au çfarë fjalë thash? La hawla wala quwwata. Edhe pendohet shumë. Prandaj këto mendime origjinale, shoqërimi jon me Allahun subhanahu wa taala do të jetë origjinali e shpërblimit ditën e Kiametit.